E falenderojmë Allahun pafundësisht, sepse falenderimet e pafundme të bujnë atij. E dërgojmë salavat dhe selame të dërgumit të Allahut Hazreti Muhamedit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe kretë për që kanë pasur dhe do ta pasojë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin Fesnik, në fjalën e tij të pastër dhe të nartë, na jep një shembull për sadakat, për mirësitë që bën në rrugën e tij. Duke marrë parasysh se çdo mirësi është sadaka, atëherë pra këtu mund të futen të kjo ajeti që do të shpjegoj tani, mund të futen edhe mirësitë e tjera, jo vetëm sadakaja si koncept i ngushtë. Allahu e krahason sadakat që japim na në rrugën e tij me një kokër grunit. Sado që tjetë sadakaja që japim na, Allahu xhaleshanuhu e krahason me një kokër grunit. Dhe ajo që jepni ju është një kokër grunit. Kur e jepni ju në rrugë të Allahut sadakat, atë kokër në grunit është sikur me mjall. Edhe prej asaj dhe një bim me 7 kalli, pra një bima e grunit me 7 kalli, dhe për çdo kalli ka 100 kokra, pra 700 fish. Sadakaja, mirësia që bëhen në rrugën e Allahut, pra prej këtu mund kuptojmë se shpërblehet me 700 fish. Sadakaja, ama edhe mirësitë e tjera. Mund thoni, po mirësitë e tjera ku e dim, ku ke argument se janë deri 700 fish, se këto përmend sadakaja. Po, ka një hadith të pejgamberit alayhis salam që thotë: "Kullu amali ibn Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dif'in." Të gjitha veprat e birit të Adamit, pra të gjitha veprat e njerëzve, shpërblehet duke fillu nga 10 fish deri në 700 fish. Atëherë, pra çdo vepër e mirë që bëjmë, nuk shpërblehet vetëm me një. Nuk shpërblehet një me një vepër, por shpërblehet 10 deri në 700 fish. Prandaj matematika e xhenetit fakt është e thjeshtë. Matematika për me fitu xhenetin a ma thjesht se me e hum, në fakt. Pse më thoni ju? Sepse Allahu xhaleshanuhu përderisa në karshellek të një të mirën të jetë ka 10 deri në 700 sevape, në karshellek të keqes që pan të jetë vetëm një të keqe, po edhe atë ta jetë mundësi mu kthy, ta jetë mundësi me ba tobe, mu penu, edhe me të fshin. Amo në fundit edhe në qovë se ti e manat keqe, një dënim tjetë. Pra një gjyna shkru, nuk shkru në 10 ose ma shumë. Kurse për të mirë shkru në 10 deri në 700. Por ka një përjashtim. Illa s-sawm. Është hinde tema jote. Agjërimi. Agjërimi metet jashtë kësaj llogarie. Llogaria që është 10 me 700. Imagjinoni dështi se edhe 700 fish bolla është në fakt. Po Allahu xhaleshanuhu agjërimin e ka marrë në veti, e ka lënë jashtë kësaj llogarie. As 700 jo, po më shumë. Vetëm ai e di. Edhe thot për shembull Allahu në hadith kutsi. Hadithi kutsi është hadithi që fjalët janë të Allahut, por jo Kur'an. I ka parafrazu Hazreti Muhamedi alayhis salam me gojën e tij, por që janë shpallje për Allahut, janë dituni për Allahut, që Muhamedi alayhis salam i ka thonë me fjalët e tija. Por nuk është Kurani drejt për drejt, ama ka në vlerë të madhe, Allah hadithut kutsi. E këtu thot
Allahu Gjeleshanuhu për agjërimin wa innehu li wa ana ahdi bihi. Ai agjërimi është vetëm për mu dhe vetëm unë di si me është për ty. Pra meti jo është llogaris me numër, pra është i pa numër. Se këtu ka edhe diçka interesante që në rrugë xhamat, që duhet me përmend. Është detaj që na herë mas herë duhet me kujtu. Ose të paktën me mundu me qartësu këtë koncept në kokën tonë. Si ka mundësi për shembull që agjërimi me kanë jashtë kategorive, është një kategori krejt në veti. Se për shembull dhe namazi është shumë rëndësishme, dhe është shtylla e fesë. Për shembull gjaja e parë që pyetet ditën e gjykimit njeriu është namazi. Ama pse agjërimi ka si veçantë sa që Zoti e ka lënë në veti? Edhe ka thonë është vetëm për mu, edhe vetëm unë di me shpërbly, vetëm unë e shpërblej. Këtë ka diçka të veçantë sepse namazi dhe adhurimet e tjera fizike shifen edhe prej tjerëve. Namazi normal që është shumë i rëndësishëm, por a thu të tonë njerëzit e kanë me sinceritet të madh, a thu asnjënit prej njerëzve në zemrën e tij nuk i ka lënë pak edhe harmor se shoqënia jeme fal namaz, pa i bollën me namaz, është turp të shme lanën se pa fillon e flasin për mu. Se është pak domethënë edhe trysnia sociale. Kurse për agjërim, ose për zekat, atë që të avantoj koopratës, pa ja bollon zekat, por në fakt edhe e bën farzit, po ka pak edhe trysni sociale. Në haqë mas me shku është turp, ke pare, mas me shku në haqë thojnë, shepe këtë. Ama agjërimit është prandaj met jo është kategorijet. Se kërkosh ty, nuk është me ty tonë ditët me ditë ahan apo pit. Kulmi i sinceritetit në adhurim është në agjërim fakt. Ti je vetëm, nuk shef askush, edhe e vazhdon agjërimin vetëm për adhër të Allahut. Prandaj ka thonë, wa innehu li, ka thonë Allah, ai është për mu, vetëm për mu ka thonë është agjërimi. Pra adhurimet tjera shifen edhe prej tjerëve, ama vetëm agjërimi shifet vetëm prej Allahut azza wa jalla. Prej për kërkull tjetër, sepse kërkush nuk venet mrapa 12 ditë ahan e pit apo pit. Edhe thët, mandaj vazhdojnë. Thët për robin e vetë, Allahu yadau shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Ai thët e la efshin e tij dhe e la ushqimin e tij dhe e la pijen e tij vetëm për hatrin tënd. Prandaj do të shpërtej në mënyrë të jashtëzakonshme, që as ati nuk ja marr mendja, as robit tënd nuk ja marr mendja të Zoti se si do ta shpërblej për agjërim. Edhe një hadith shumë i bukur, që edhe kjo të fton në meditim. Thotë, për agjëruesin ka 2 gëzime. Dhe pejgamberi alayhis salam, për agjëruesin ka 2 gëzime. Gëzimi i parë është në këtë dynja dhe është iftari. Mas asoj sakrificit që ka bon me zipret me hap iftari. Edhe thët është gëzimi i madh. Ama gëzimi i dytë është kur të takojnë Allahun. Para mendojnë tash se çka ka ky adhurim ka si veçantë që e pasë cilësu në veti pejgamberit si gëzim. Gëzim iftarit dhe gëzim takimin me Allahun. Ka edhe diçka tjetër, një temë tjetër që lidhet me agjërimin, një hadith tjetër në fakt, është se thotë, era e gojës së agjëruesit është më e mirë te Allahu se sa aroma e miskut. Se robi kur agjëron, çfarë do që të bëjnë, sa do që t'i lajë lanë, sa do që t'a pastrojnë gojën, për shkak të urisë që ka, i vjen era e ranë e gojës.
Edhe pejgamberi alayhis salam thotë që te Allahu kjo erë e gojës është shumë më e mirë se sa era e miskut. Diçka tjetër që lidhet me agjërimin, përsëri citojmë këtu një hadith profetik, ku thotë as-sawmu junnatun, agjërimi është mburojë. Kjo mund të kuptohet me dy mënyra. Pra, si është mburojë agjërimi? Kjo ka dy anë të medaljes. Edhe në jetën e kësaj bote, por edhe në ahiret. Në jetën e kësaj bote, agjërimi të mbron nga gjunahet, është mburojë nga gjunahet, nga këqijat, sepse epshin e njeriut e dobëson. Dëshirët e njeriut i merr në kontroll, ju vën fren agjërimi, edhe dashje pa dashje, njeriu kur është agjërueshëm, e ndal vetin nga shumë gjëra që ndoshta është mësuar i bën, jashtë agjërimit, jashtë muajit Ramazanit, por përderisa është agjërueshëm i vën fren vetin. Pra është mburojë se të mbron jetën e kësaj bote nga gjunahet. Ama edhe në ahiret është mburojë nga zjarri i xhenemit. Për shkak të vlerës të madhe që ka si adhurim, për shkak të kulmit të sinqeritetit që arrin robi me këtë agjërim, është një mburojë shumë e fuqishme kundër zjarrit të xhenemit. Prandaj fiton dyja krah, në fakt njeriu, edhe në botë, në këtë botë, edhe në dynja, por edhe në jetën e botës tjetër në ahiret. Për të mbyllur dersën e sotëm, duhet të citojmë edhe një këshill shumë të rëndësishme të pejgamberit alayhis salam, një këshill që i ka dhënë agjëruesve. Ka thënë, kush është agjërueshëm të mos flas fjalë të bista, të pahishme dhe të mos grindet me njerëzit. Le të qëndrojë larg ngatresave, debateve dhe le të qëndrojë larg fjalëve të pahishme, ta ruajë gojën e tij. Dhe në qovë se dikush jashtë ti, jo ky vet, nuk den, ama dikush në qovë se mundohet me fut ngatres, në qovë se ai jep shkas për mu ngatru me te, personi përballë, prapë se prapë të ruajnë vetin edhe të thoj inni saim, pra unë jam agjërueshëm. Edhe të ndërpresin aty debatin edhe muhabetin. Të durojnë, pra ta tolerojnë edhe mos hinë ngatres. Unë jam agjërueshëm. Pra edhe vetë mos të filloj një shaq, por edhe nëse dikush tjetër të më filloj shaq, ti largohu prej atij shaq, se je agjërueshëm. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të përfitojmë në maksimum nga këshillat e pejgamberit Muhammed alayhis salam, ka këshillat e mrekullueshme që na ka dhënë. Edhe Allahu xhaleshanuhu na i pranoft agjërimet dhe adhurimet tona. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.